Pra një numër i lartë personash që kanë bërë reformë në drejtësi, atë reformë që sot të gjithë ekspertët e pavarur e kanë rrëzuar, sepse është një reformë që jo vetëm nuk solli drejtësi në Shqipëri, por u përdor si një mjet për goditje politike ndaj liderëve të opozitës. Dhe një nga, po themi, organizatat kryesore që ka ndikuar që sistemi i drejtësisë të kapet, tashmë e faktuar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga një seri raportesh zyrtare, është pikërisht Fondacioni Soros që ka përdorur parat e taksapaguesve amerikan për atë usajdi të famshëm për të kapur sistemin e drejtësisë dhe për t'ia vënë atë në dispozicion kryeministrit aktual Edi Rama që ai të bënte goditje politike ndaj kundërshtarëve të tij politik. E njëjta gjë siç ka ndodhur edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që pikërisht njerëz përfshi shumë prokuror të sponsorizuar nga Fondacioni Soros janë përdorur kundër, po themi, kundërshtarëve politik të së majtës në Shtetet e Bashkuara, përfshi vetë presidentin aktual të Shtetet e Bashkuara, pra zotin Donald Trump. Marrëdhënia e kryeministrit Rama dhe kryetarit arrestuar të Bashkisë Tiranës ishte tashmë që sepse është shkarkuar, nuk fshihej me Alex Sorosin. Njëri cilësonte vlla, tjetri mik, uftua në dasmën e tij kryeministri, por impakti që mund të ketë në Shqipëri, hedhja dritë mbi ato që edhe ti vetë the ndikimin në sistemin e drejtësisë e tjerë me radhë. A mund të ketë një rokad, një derdhje të pikës së fundit për sa i përket ndikimeve që ka patur ky fondacion në vendin tonë? Unë mendoj që është fundi ose fillimi i fundit të këtij fondacioni, sepse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës çështja është marrë shumë seriozisht. Atje po hetohet sipas ligjit të RICO, pra që i përfshin deri në detaje hetimin, pra në hetim kapilar deri në detaje të gjithë rrjetit të Fondacionit Soros. Dhe mendoj që patjetër dhe Shqipëria do të jetë e përfshirë. Dhe sigurisht që duhet të përfshihet, sepse këtu kemi të bëjmë me dy elementë shumë të rëndësishëm. Së pari është elementi politik. Pra që një fondacion, një shoqëri e huaj, një organizatë e huaj, ka ndikuar në Shqipëri duke sponsorizuar emra në politikë, siç e përmendëm vetë kryetari i bashkisë, ish varsi i tij Arbian Mazniku dhe shumë personazhe të tjerë, deputet, vetë Edi Rama, etj. Pra emra në politikë që e kanë kapur në një farë mënyrë sistemin. Dhe së dyti ka ndikuar drejt për drejt në një, po themi, pushtet të pavarur siç është gjyqësori. Pra e gjitha reforma në drejtësi është diktuar nga ajo që u përmendët nga ekspertët e pavarur të Fondacionit Soros, duke përmendur rastin e zonjës Delina Fico, e cila ka qenë një nga përfituesit kryesore të fondeve të USAID, të cilët janë përdorur pastaj për të sponsorizuar personazhe të ndryshëm që janë në një farë mënyre vegla të pushtetit aktual në sistemin e drejtësisë. Ndaj dhe Shqipëria, unë mendoj që do të ketë një hetim rigoroz dhe të thellë për të zbërthyer të gjithë. Dhe unë e shpjegoj këtë edhe me faktin që sot kryeministri Edi Rama refuzon të shkojë, ndoshta nuk është refuzim nga dëshira, por është refuzim për shkak sepse ai ka indicje që nëse shkon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të dy zhvillimeve të fundit që duhet ta përmendesh, dosja me Gonigal dhe rasti i fundit, pra pikërisht hetimi ndaj Fondacionit Soros, e bëjnë atë një person potencialisht, po themi, të rrezikuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë minimalisht në pyetje nga autoritetet e drejtësisë atje, pra nga FBI-a apo nga autoritetet tjera, sepse është një nga personat e përfshirë në dosjen me Gonigal, në Fondacionin Soros, por edhe duke u nisur nga mesazhet që ndoshta do të komentojmë më gjerë të ambasadës Shtetet Bashkuara, pra duke u dhënë këto mesazhe në mënyrë të drejtë për drejtë zyrtarëve shqiptar për sa i përket luftës, goditjes karteleve të drogës, pastrimit parave, që është një nga fenomenet më të, po themi, më kritike të vendit tonë, që ka shkatruar jetën e mijëra qytetarëve shqiptar, pra pastrimi parave të pista trafiku drogës, e bën këtë që, po themi, zoti Rama të ketë frikë të shkojnë në Shtetet e Bashkuara.